אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Ky ishte Benjamin Netanyahu më 19 gusht, duke paraqitur publikisht një sulm izraelit ndaj bazës ajrore Abu al-Dur të Sirisë si një paralajmërim të drejtuar drejt për drejt ndaj Tyrkjes. Por premisa e sigurisë e Izraelit u kundërshtua menjëherë. Ministri i jashtëm sirian Asad al-Shaibani tha se i kishte thënë shprehmisht Izraelit se nuk kishte asnjë plan për një bazë turke pranë të përhershme ushtarake apo dislokim trupash në Abu al-Dur. Tyrkia deklaroi se asnjë personel turk nuk ndodhej në bazë para ose gjatë sulmit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e quajtën bombardimin një përshkallëzim të panevojshëm që nuk i shërben stabilitetit rajonal. Ambasadori i SBA-s në Ankara Tom Barrack tha gjithashtu se inteligjenca amerikane nuk kishte gjetur prova që mbështesnin pretendimin e Izraelit, duke u shprehur se mund të kishte pasur një keq komunikim brenda ushtrisë dhe qeverisë izraelite. Kjo nuk nisi me Abu al-Duhurin. Në një intervistë për CNN-in në korrik, Netanyahu përpoq të krijonte përçarje mes Washingtonit dhe Ankaras, duke e paraqitur Tyrkien si armiqësore ndaj SBA-s dhe duke i kërkuar personalisht Trumpit të bllokonte rikthimin e saj në programin F-35. Zyra e Netanyahut të shënjestroi sërish personalisht presidentin Erdogan për shkak të hapit të Ankaras për të kërkuar një urdhër arrest të Interpolit ndaj Netanyahut për çështjen e flotiljes së Gazës, që përfshin interceptimin e palishëm të anijeve civile me ndihma në ujërat ndërkombëtare. Përgjigjja e Ankaras ju drejtua drejt për drejt motivit politik. Drejtoria e komunikimeve e Tyrkjes i quajti sulmet ndaj presidentit Erdogan tregues të pafuqisë së një administrate që përpiqet të shmanget llogaridhënies. Ajo tha se përpjekja e Netanyahut për ta paraqitur Tyrkien si një kërcënim të ri ishte pjesë e një politike të ulët, të formosuar nga populizmi i papërgjegjshëm i përqendruar te siguria. Koha kur ndodh kjo ka rëndësi. Izraeli shkon në votime me 27 tetor. Raportimet thonë se populariteti i Likudit ka rënë ndjeshëm që nga 7 tetori 2023 dhe sondazhet sugjerojnë se partia mund të humbas rreth 1/3 e deputetëve të saj. Rreth 1 në 5 votues izraelit mbetet i pavendosur. Netanyahut nuk i duen vetëm vota, atij i duhet një narrativ fushate. Tyrkia po bëhet gjithnjë më shumë pjesë e saj. Disa ditë para sulmit ndaj bazës ajrore, Netanyahu publikoi një billboard elektoral të Likudit, ku presidenti Erdogan shfaqej krahas udhëheqësit suprem të Iranit Mojtaba Khamenei, kreu të Hezbollahut Naim Qasem dhe kryebashkiaku të New Yorkut Zohran Mamdani. Mesazhi thoshte: "Ata duan që Netanyahu të humbas, mos i lini të fitojnë." Kjo ishte reklam fushate, jo një informim sigurie. Imazhi i Erdoganit po përdorej për ta shndruar një mosmarrëveshje të politikës së jashtme në një rekuizit zgjedhore të dëshpëruar dhe të personalizuar. Kontrasti me fushatën e Netanyahut në 2019 është i dukshëm. Atëherë Likudi mbuloi selin e tij në Tel Aviv me imazhe gjigante të Netanyahut krahas Donald Trumpit, Vladimir Putinit dhe Narendra Modit, në mesazhin se ai ishte në një lig tjetër. Në vitin 2026, imazhet janë përmbysur, jo miq të fuqishëm, por figura për të cilat votuesve u thuhet se duan që Netanyahu të mposhtet. Vetë taktika nuk është e re. Në 1996, pasi një valë sulmësh me bomba e ktheu siguri në çështjen dominuese të zgjedhjeve, Netanyahu e mposhti Shimon Peresin me një diferencë të ngushtë. Në vitin 2015, ndërsa gara po ngushtohej, ai paralajmëroi mbështetësit se qytetarët arab po shkonin drejt qendrave të votimit në turma. Siguria, Afrika dhe përballja janë shndruar vazhdimisht në kapital politik, kur Netanyahu ka qenë në trysni elektorale. 7 tetori 2023 i dha një goditje shkatruese imazhit të sigurisë që Netanyahu kishte kaluar dekada duke ndërtuar. Agjencitë ndërkombëtare të lajmeve i kanë përshkruar kredencialet e tij në fushën e sigurisë si të rënuara, që atëherë agresioni izraelit të shtrirë në Gaza, Liban, Siri dhe Iran, ndërsa kritikat brenda Izraelit janë shtuar për dështimin e 7 tetorit dhe mënyrën e zhvillimit të luftrave që pësuan.
Mbijetesa politike mbar gjithashtu interesa personale. Netanyahu vazhdon të gjykohet në akuzat për rishfet, mashtrim dhe shkelje të besimit, të cilat ai mohon. Në vitin 2025, ai kërkoi presidentit të Izraelit falje, duke vazhduar të qëndronte në detyrë. Pretendimi se Tyrkia po shndrohet në një mjet elektoral vjen drejt për drejt nga vetë elita politike e Izraelit. Ish kryeministri izraelit Ehud Barak e quajti për shkallëzimin e qëllimshëm me Tyrkien të pamatur dhe të marrë. Barak tha se kjo mbante fort motivi politik, duke argumentuar se tensionet e sigurisë mund të ushqenin shqetësimin e publikut para zgjedhjeve. Ai theksoi se Tyrkia nuk është as Irani dhe as Siria Asadit. Kreu i opozitës Yair Golan e quajti sulmin provokues dhe të rrezikshëm. Ish ministri i mbrojtjes Moshe Yalon e akuzoi Netanyahun se po mbante hapur frontet e vjetra të luftës, ndërsa krijonte fronte të reja për t'u shmangur llogaridhënies për 7 tetorin. Kjo është dobësia pas demonstrimit të forcës, atë që Netanyahu e paraqet si parandalim. Figurat e larta kritike në Izrael po e përshkruajnë gjithnjë më shumë si një mjet për mbijetesën politike. Modeli është i qartë, një pretendim i pambështetur me prova për forcat e armatosura turke fabrikohet në një kërcënim sigurie. Më pas, ky kërcënim i supozuar përdoret për të justifikuar një sulm ajror në territorin e një shteti sovran, dhe në fund ai shndrohet në material të fushatës zgjedhore. Dhe e njëjta skem përsëritet sa herë që Netanyahu gjendet në ndrysni politike. Prandaj, pyetja nuk është më thjesht pse Netanyahu përballet me Tyrkien, por deri ku është i gatshëm të rrisë tensionet rajonale, kur e ardhmja e tij politike është në rrezik.